Çfarë të hetoj prindin e 18 muaj që thot këtu ka alarm për fëmijën tim? Një është kontakti me sy, është mungesja e ndërveprimit social, do me thënë nëse i bën prindi lojra të ndryshme fëmia nuk reagon në lojra të ndryshme, edhe nuk fillon të emërton apo nuk fillon të nxjerrë zërat Pra 18 muaj janë ato shenjat e para të cilat duhet prindi të alarmohet dhe të krije. Përshëndetje, sot jam te Imago Plus me Zemërieta Bela Veselin, me cilën do të flasim më tepër për problematikën që ju vazhdimisht më shkruani, vazhdimisht më pyetni për defektologe, për informacione dhe mendova se është personi i duhur me të cilën do ta ndaj këtë bisedë si dhe do të informojmë të gjithë nënat për ato pyetjet elementare si dhe për të informuar për një konsultë që të vinë deri tek kjo zyrë ju takojnë juve dhe bëjnë një vlerësim për fëmijën e tyre. Vlerësimi bëhet mbas të terapisë zhvillimore, më tepër ku bëhet vlerësim 5 fushat e zhvillimit të fëmijës. Kulturi i fëmijës zhvillohet në 5 fusha, janë ajo pjesa kognitive, njohëse, sociale, emocionale, gjuhësore dhe mirëmbajtja e higjienës personale. Në aspektin e pjesës kognitive, njohëse, fëmiu sa e njeh prindin, a e njeh mama, baba, domethënë në fjalë shkurta, disa sende, për shembull kur ta sheh qenin thot ham, kur ta sheh lopën bë mu. Domethënë këto janë ato veprimet e para tek të një fëmijë 18 muajsh që e vlerësojmë. Nuk mund të themi se gjithë fëmijët zhvillohen njësoj, pasi që kemi fëmijë të 18 muajsh edhe që mund të flasin, që i kanë fjalët e para, por te kjo më ka sigurisht një bazë kryesore është që të vinë të paktën mamin, babin, familjarët të tij një, të paktën emërtimet të ketë interesim ndaj kafshëve, ndaj ndërveprim social, ndaj rrethit ku jeton. Sigurisht secili prind, më falni që të ndërprej për shkak të minutazhes, secili prind i shqetësuar me patjetër që të vihet ju vizitoj, të shohet, të bëni një vlerësim për fëmijën tuaj, por ajo pyetja është, nëse ne fillojmë trajtimin në kohë, pra ja shohim shenjat e para të fëmijën 18 muaj dhe fillojmë trajtimin në kohë. A na jepni një shpresë, nuk e di si ta emëroj, se ky fëmijë me një punë të mirë mund të arrijë shumë më shumë se sa një fëmijë pa punë. Rezultatet janë të jashtëzakonshme, edhe nëse ka nevojë fëmia, domethënë ja shkurton edhe trajtimin, se në bazë të planit individual që formohet për fëmijën, fillojmë moshën mendore të krahasojmë me moshën kalendarike. Nëse na vjen një fëmijë në 18 muajsh për vlerësim dhe fillojmë dhe ka nevojë për trajtim dhe fillojmë të trajtojmë, koha për trajtim i shkurtohet, në vend se domethënë kthejmë në zero edhe i shohim në gjitha fushat ku ka ngel fëmia, prej aty fillojmë punojmë projektin e zhvillimit. Esk që bëra mbrëm në Instagramin tim, shumica më preferuan emrin tuaj, andaj edhe mendoj se unë mund t'ua preferoj të gjithëve që të vinë t'ju vizitojnë juve këtu, të marrin një vlerësim për fëmijën e tyre dhe të vazhdojnë këto ambiente që kanë shumë edukuese, duken shumë ndërvepruese për fëmijën. Desha të ndërhyj vetëm këtë pjesë, domethënë gjatë pushimeve verore, shkaku se na kthejnë edhe mërgjiptarët nga jashtë, organizojmë edhe orë shtesë, orë diku 2 deri në 3 orë, që fëmijët e cilët vinë fëmijë tipik që s'kan probleme të ndryshme, që të miren me aktivitete sa të rinë për ekrane televizive apo në për iPad, të vinë të na shoqërojnë me aktivitete të ndryshme, të cilat kemi planifikuar. Fëmijët që janë krejtësisht nuk kanë nevojë për trajtim individual, por thjesht jeni nga mërgimi, doni pak të jeni tek nëna më qetë, mund t'i sillni tek Imago Plus, të regjistrohen edhe ju i mbani këtu sa orë? Ne i mbajmë 2, 3, 4 orë në pjesë grupore, do të punojmë me aktivitete të ndryshme, duke i përfshi kjo është një lajm i mirë, këtë tash në fillim të na tregosh. Kjo është një lajm i mirë për të gjithë mërgjimtarët, të cilët dëshirojnë të dërgojnë fëmijët dikundi të jenë të qetë 3-4 orë. Ja këtu, në këto numra telefoni, mund të lajmëroheni e të bëni rezervimin tuaj për periudhën që ju vini nga mërgimi, i keni fëmijët sigur, plus ju zhvillohen. Faleminderit shumë. Faleminderit.